Bernard, Ilir Vrenozi, që konsiderohet si opozitari më i famshëm në Shqipëri, unë kam patur kënaqësinë ta kem disa herë të ftuar në program, e njoh natyrën e tij të drejtë për drejtë. Personalisht më zgjuar pak fare më i stepur, por me sa duket po studion terrenin. Po studion terrenin, nuk ishte diçka që e prisja, domethënë sjellja e tij nuk ishte diçka që e prisja. Iliri për momentin për mua mund të krahasohet vetëm me Gert Ferrën, por duke pas parasysh që është akoma herët, kjo është diçka që do shpaloset në vazhdim e sipër. Pse ke krijuar këtë përshtypje? Ilirin e kam njohur ndërmjet medjave sociale. Gerti ishte natyrë më emotive, ishte, le të themi, pak më i drejt për drejt, është shumë e vërtet në lidhje me sjelljet, po, ke shumë të drejt, por në lidhje me paraqykimet, në lidhje me mendimet, opinionet, janë binjak. Kështu që më shumë e kisha nga ajo aspekt. Kam pasur mundësinë ta shikoj nëpër mediat sociale dhe është shumë i njanshëm, dhe nuk e di kjo gjë a do ta stepoj gjatë vazhdimit këtë Big Brotherit. Pejana, mund të bëhet shok me, do të thonë, mund të ketë një shoqëri ndërmjet Sabinës dhe Ilirit? Ndoshta nga që janë të dy pekorçe dhe mund të krijojnë, po ka një diferencë madhe edhe të moshës, patjetër, që kam përshtypjen do të jetë pak pengesë aty brenda. Iliri sigurisht e kam parë mirë që një pjesë e popullit e ka përkrahur shumë, sepse është një figurë që vjen nga populli i thjeshtë, le të themi. Një tiktoker shumë i njohur, po. Sigurisht që ka të impaktin e tij, dhe as më tepër duke bërë atë rolin e opozitarit, njerëzit i kanë qef këto gjëra kur ti ngres zërin edhe del kundër sistemit, sepse jo të gjithë njerëzit e kanë guximin për ta bërë këtë gjë. Kështu që kam përshtypjen që njerëzit e kanë përkrahur pikërisht për këtë arsye. Pastaj aty brenda njerëzit do të shohin një gjë tjetër që nuk ka lidhje më me TikTokun dhe nuk ka lidhje më me opozitën, por ka lidhje me Ilirin në jetën e përditshme dhe se si është ai, të cilin si ka patur situata shumë interesante këto 24 orë, mënyra se si e shfrytëzoi Vaskën, më pas nuk dinte që të përdorte dushin, situata që në fund të fundit na ndodhin të gjithë me kush kemi një ambient të panjohur, pavarësisht se japin veten, Patjetër, komizmi do të jetë ajo gjëja që atë do ta bëj personazh. Fakti që ai do të reagojë kundrejt të panjohurës në mënyrë shumë të thjeshtë edhe naive, do ta bëj atë personazh interesant, sepse shqiptarët do gjejnë veten, do thonë ja kështu jemi dhe ne, kështu kemi bërë dhe ne kur nuk dinim, kur nuk bënim, kur nuk ishim dalë jashtë kufive. Me thënë, prandaj them do të jetë një personazh që shumë njerëz do të gjejnë veten në sjelljet e tij të përditshme. Pastaj në mënyrën se si ai mendon, mentaliteti dhe këto janë gjëra që do të kenë diskutim më tutje, sepse një pjesë ndoshta e rinisë nuk do ta gjej veten aty, dhe ndoshta do të jetë brezi i prindërve tan ata që do ta përkrahin më shumë. Kështu që thash Sabina vetëm nëse ka këtë pjesën e të qenurit korçar, që mund t'i hahet muhabeti dhe mund të merren vesh me njëri tjetrin. Do një trahana, do një pjatë fasule. Pastaj në mendime kam përshtypjen që do të jenë pak larg njëri tjetrit. Pejana, Lornën, si e ke parë Lornën? Unë Lornën nuk e njeh si personazh, them vërtetën. Mu duk pak që edhe ajo hyri me një vrull shumë të madh në lojë. Natyrë ekspresive, po. Natyrë ekspresive, ndoshta është mësuar edhe jetesa këtu në Amerikë në fakt të bën që ti jesh pak natyrë e tillë, sepse ti arrin në një pikë që nuk të intereson më shumë se çfarë mendojnë të tjerët, po thjesht ti bën atë që do të bësh dhe shprehesh aq lirshëm ashtu siç do të shprehesh. Vendi i lirisë. Është vendi i lirisë, madje i lirisë më shumë se ç'duhet mendoj unë, tani që e kam prekur këtë gjë. Kështu që edhe Lorna hyri duke sjell edhe pak të frymën amerikane dhe mënyrën se si jetohet në Amerikë. Nuk e dia do ta shpalosi do të gjitha të pjesa të brenda, sepse zakonisht kur ti hyn me një vrull shumë të madh, do përplasesh me disa bariera që njerëzit do të vendosin që në fillim. Kështu që ndonjëherë nuk është mirë që në fillim të bësh këtë rolin e sulmit në thonjza, le themi. Megjithatë është personazh interesant, mua më pëlqen njerëzit që krijojnë dinamika janë të lirshëm dhe krijojnë dinamika dhe sigurisht mbeten gjithnjë të vërtet
në gjën e tyre. Pra, për sa kohë ti je vërtet dhe tregon 100% natyrën tënde, është interesante që të njohim edhe të shohim karakteret dhe personazhet ndryshme. Dhe do të kalojmë pak tek risia e këtij edicioni, surpriza e madhe ishte opinionistja, zonja Monika Kryemadhe. Si e pe? Po, patjetër, ishte një nga gjërat më interesante. Ishte një nga gjërat më interesante. E papritur, unë mendoj që është një personazh atë rol di ta bëj jashtëzakonisht shumë mirë, aftësia e saj për të njohur njerëzit dhe sjelljet e tyre, sigurisht në formate të tillë ku luftohet gjithnjë për të fituar çmimin e madh, është njësoj si në politik që ata janë mësuar në fushat të njohin shumë mirë kundërshtar dhe të luftojnë për të fituar vendin e tyre në parlament, kam përshtypjen që do t'i analizoj në mënyrë shumë të detajuar personazhet, sidomos nga ana psikologjike dhe karakteriale e tyre. Arbri nuk është surprizë, sepse është edicioni 5, Bernard. Surpriza ishte Monika. Patjetër, surpriza Arbri tashmë është i shtëpisë. Fix, edhe nuk ka moderator, opinionist, më falë që... Ska konkurencë. Po, që mund të konkurroj me Arbrin. Është fakt, dhe shpresoj ta kemi pra nesh për shumë vite tjera. Si pe Monikën si opinioniste? Duke ditur natyrën e saj të drejt për drejt karizmatike, me batut. Jam shumë dakord që Monika e ka atë aftësi e pa imagjinueshme që të jetë një opinioniste e sakt në lidhje me mendimet, me gjykimet, me këshillat që do japet të gjithë banorëve. Sidoqoftë, ishte një surprizë me thënë drejtën. Mendoj që Arbëri do ketë konkurrencë më të madhe këtë edicion, duke pas parasysh që ka Monikën, dhe shpresoj që ato batutat pak disi banale të jenë të reduktuara deri në maksimum nga Monika, por kam përshtypjen që të jetë batuta me krip, batuta që ne i përdorim në përditshmërinë tonë, i pranojmë tek njëri tjetri. Dhe duke qenë se jemi në një reality show, bëjmë mirë që të gjithë jemi sa më të vërtetë. Po, kur e mendon ashtu, po, kështu që kjo është e vetmja gjë domethënë që shpresoj që nuk do të kalohet, po ta komentojmë pak me Jana bashkë veshjen e Ledionit. Shkëlqente. Pastaj pati konkurrent pa Kristin, nga ana se kujt i shkëlqente më shumë veshja, megjithatë Ledioni shkëlqen, ka përshtypjen është një nga personazhet që e bën më së miri atë lloj formati. Nuk ka nevojë për asnjë shoqërues tjetër për ta përballuar dhe për ta bërë këtë gjë. Veshja pastaj sigurisht tani jemi mësuar që veshja ka një impakt jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm kur je në ekran dhe është mirë që gjithnjë të krijosh pak debat lidhur me të. Dhe për ne, Bernard, që punojmë në televizion dhe të tjerët mendojnë që mund të kemi lehtësi në aksesin e firmave, gjithmonë na pyesin çfarë ka veshur Ledioni sot, e kujt është xhaketa, çfarë janë këpucët e të tjera. Pra ka një interes shumë të madh. Patjetër. Mos harro, aty ai nuk ka vetëm rolin e prezantuesit, ka dhe rolin e të përfshirës të gjithë shqiptarët, kështu që kuptohet që ajo do jetë një nga gjërat më të menduara përpara një edicioni, përpara një prime, dhe sinqerisht gjithmonë shkëlqen dhe ka dhënë një impakt shumë të lartë. Spektakli sapo ka nisur, na presin surprizat mëdha, muaj të bukur. Sigurisht që do t'jemi çdo prime përpara ekranit për të shijuar atmosferën, dinamikat dhe çdo gjë tjetër që do t'na servir ky spektakël i shumë pritur për gjithë publikun shqiptar. Ju urojmë suksese produksionit, Ledionit dhe gjithë Top Channel, sepse është një industri e tërë që krijon një program kaq të dashur për publikun shqiptar. Faleminderit Bernard, nuk është një program. Një punë që ju bëni gjithë është diçka që domethënë akoma jam duke e procesuar se si mund t'ja arrini suksesin. Jeni të papar dhe të palodhur, nuk e di se si e bëni sinqerisht. Faleminderit shumë. Faleminderit Jana që sakrifikove gjumin. Faleminderit dhe ju. Faleminderit. Faleminderit Bernard, të pres sërish.